Shqiptarët, kudo që janë nëpër botë, po tregojnë vlerat e tyre të vërteta, duke u bërë jo rrallëherë edhe faktor i rëndësishëm në vendet ku ata jetojnë dhe aderojnë. Duke pasur parasysh këtë fakt kaq të rëndësishëm, është bërë i pashmangshëm edhe krijimi i organizmave të cilat bashkëpunojnë dhe koordinojnë shqiptarët kudo ata ndodhen. E si rrjedhoi, është krijuar edhe Këshilli Koordinues i Diasporës. Këshilli Koordinues i Diasporës është një organizim i pari në historinë e shtetit shqiptar për të përfaqësuar interesat e shqiptarëve të larguar nga vendlindja. Shtrirja e tij është me përfaqësues nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, përfaqësues nga Bashkimi Evropian, përfaqësues nga Britania e Madhe, përfaqësues nga Kanadaja, përfaqësues nga Turqia, si dhe përfaqësues nga Australia e Largët. Këshilli Koordinues i Diasporës është i pavarur nga interesat politike. Ai synon të krijojë ura lidhëse me vendin am dhe të kontribuojë në konsolidimin e një diaspore të vetëdijshme për misionin e saj atletar, të ruajë, kultivojë dhe përhap gjuhën, kulturën dhe traditat më të mira shqiptare, të mbështesë dhe orientojë potencialet intelektuale të diasporës në shërbim të zhvillimit shoqëror, politik dhe ekonomik të kombit, të jetë zëri së vërtetës në shërbim të interesave të popullit dhe çështjeve kombëtare. Këto ditë në kuadër të javës dedikuar diasporës dhe organizimeve nga shteti shqiptar, përfaqësuesit e këtij këshilli kanë ardhur në Shqipëri për të treguar edhe një herë që ata janë ura lidhëse midis shtetit am dhe shqiptarëve kudo që ata ndodhen. Ata ndihen të entuziazmuar teksa takojnë me bashkëdetarët e tyre, ndjejnë mikpritjen e të gjithëve, por edhe takimet me krerët e institucioneve shtetërore janë shumë të rëndësishme dhe frytëdhënëse. Ishte pikërisht ky organizim nga qeveria shqiptare i cili i bashkoi të gjithë në adeon e tyre, dhe ata shprehen se janë të gatshëm të kontribuojnë për adeon, si dhe kanë për të dhënë edhe mesazhet e tyre. Si ndihemi sot është dita e diasporës, dita e dedikuar atyre asaj pjesë të zemrës që është jashtë kufive shqiptar. Me vërtet është një ditë që ma mush zemrën që sot jemi zbashkuar në Tiranë, në tokën amë, e Shqipëria përvletëson diasporën për punët e tyre që përbëjnë i jashtë kufive toje shqiptare. Suksesi i tyre është suksesi i gjithë shqiptarëve. Ne jemi krenarë për popullin tonë e të cilin diasporë që jeton. Dhe të me kenë ambasador, jo vetëm për vendin e vetë e tokën amë, por edhe për komin. E detyrimet që i kanë nuk i harrojnë atë bërë që i kanë për këtë le e për popullin tonë. Ta gëzojmë këtë ditë për së bashku. Një ditë për vendinjët që jemi me vërtet krenar për komin tonë. Gëzuar dita e diasporës. Diaspora kam një fjalim që përdrej shpesh. Kufit dojnë shtete, po jo zemrat e shqiptarëve që i lahin një lloj kudo që jenë në botë. Na jemi një e kemi kanë një. Jo vetëm për veti, po për gjithë trojat shqiptare edhe kudo që
pak më para e përmena se ne kur e merr një punë me vetdije, me vullnet ta bësh, është aty këtë rrugët hapën, çka të nisish në drejtim.
Itali, e na jemi shumë të lumtur të marrim pjesë të këtë iniciativë. Na me shqiptarët kemi jemi shumë lidhur bashkë, jemi shumë lidhur për që na jemi lehemi në Itali, lehemi në Siçili, ma në të zëmra jemi të origjinën shqiptare që nuk më të harronen në merë bresh. Me vëzit tanë shqiptarë jemi lindur shumë, e bujim shumë aktivitete, shumë iniciative bashkë në Itali në Shqipëri, me qeverit të Shqipërisë. Na jemi shumë të hapur, na zbihim djertë, gjithë shqiptarë ku vijën në Itali, kur vijën në Horën Arbreshve, të gjejën në shpinë të tire, gjejën në shpinë të hapura. Na si mjetë burëm inaugurimin të shtatores të Skanderbeu. Edhe nga institucionet gjatë gjithë vitit kemi arritur një bashkëpunim të frytshëm në dobi të realizimit të këtyre kërkesave të parashtruara. Pasi që unë jam pjesë e grupit Gjuhë dhe Edukim në kuadër të Këshillit Koordinues të Diasporës, do t'ju them 2-3 gjëra të cilat janë shumë të nevojshme me qëllimin formimit të gjithë mërgjimtarëve shqiptar kudo ku jetojnë dhe veprojnë. Në bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit të Republikës së Shqipërisë, konkretisht me Qendrën e Botimeve për Diasporën, kemi shtruar një kërkesë, e cila është kërkesë e Këshillit Koordinues të Diasporës, miratuar brenda KKD-s një zërit për mësimin online. Do të thënë, përveç mësimit me prezencë, të shtohet edhe mësimi online. Në kohën e një zhvillimi të lartë teknologjik, mendoj që edhe ne shqiptarët të shfrytëzojmë për të mirën tonë, sepse me mësimin online ne do të arrijmë që të përhapim gjuhën shqipe, gjuhën amtare kudo ku ka shqiptar, kudo ku jetojnë dhe veprojnë. Kam mesazh për të gjithë shqiptarët, sepse gjuha është elementi kryesor i identitetit tonë kombëtar. Në momentin që fëmijët e shqiptarëve harrojnë gjuhën, në momentin që fëmijët e shqiptarëve nuk e mësojnë gjuhën amtare, lënë shumë për të dëshiruar. Me qëllim që të jemi sa më të organizuar, me qëllim që të jemi dhe të bashkëveprojmë dhe të bashkëpunojmë në këtë rrugtimin tonë të përbashkët, apeloj të gjitha familjet shqiptare që të kujdesen më shumë për gjuhën amtare të fëmijëve të tyre, duke i orientuar drejt shkollave shqipe kudo ku janë hapur, po edhe që mund të hapen në të ardhmen. Po, jam një nga 2 antarët e Këshillit Koordinues të Diasporës për Greqinë. Unë dhe Ermal Sulej, që kemi ardhur sot të ftuar për këtë ditë të veçantë për të gjithë mbar diasporën shqiptare kudo në botë. Ne vim nga Greqia. Greqia ka një komunitet masiv, një komunitet vital, tepër rëndësishme për integrimin në përgjithësi jo vetëm të shqiptarëve, integrimin tonë në shoqërinë greke, por edhe për integrimin e Shqipërisë në përgjithësi në rrugën europiane, në Bashkimin Evropian. Është mjaft e rëndësishme ky fakt dhe është shumë e rëndësishme dhe puna jonë e cila më duket, besoj, jam e bindur, do jetoja se gjatë tyre 35 viteve është mëse e suksesshme. Që ne të vijojmë të gjithë së bashku në rrugën europiane, Shqipëria është pjesë e familjes europiane dhe duhet jetë dhe zyrtarisht së shpejti. Dhe në këtë drejtim duhet punojmë të gjithë çdo ditë për të arritur sa më shumë suksese, për të evidentuar vlerat e traditave kulturore, sociale, të kemi sa më shumë arritje dhe në sferën politiko-shoqërore, por edhe atë ekonomike, për të patur Shqipëria vendin që meriton në arenën ndërkombëtare, po dhe së shpejti të jetë pjesë e familjes europiane. Një tjetër përfaqësues e komunitetit të Zvicrës
Unë kam nderin të jemi zgjedhur që nga 2018 dhjetori 2023, që në fakt është dita ndërkombëtare e emigrimit, dhe për angazhimet tona në këtë vit të parë të zgjedhjes time si antare e Këshillit Koordinues për Diasporën për shtetin e Zvicrës dhe konkretisht jam në Gjenevën Internacionale. Angazhimi im personal ka qenë në drejtim të gruas dhe drejtoj në Gjenevë një shoqatë internacionale për gratë shqipfolse kudo në botë, Women Al Board. Gjithashtu jam dhe koordinatore për mediat për rrjetin e bizneseve shqiptare në Zvicër. Diaspora është plot dashuri. Unë do të thosha që duhet shfrytzuar e gjithë kjo dashuri, të kthyer në një prodhim për të dyja palët. Ne të marrim atë dashuri që duam të dhurojmë dhe ju të merrni atë pjesë të gjithë resurseve tona që i kemi krijuar me shumë unë në diasporë. Faleminderit. Kontributet janë sidomos të komunitetit, nuk janë individuale, besoj unë. Edhe pse secili nga ne mundohet bëhet më të mirën, si personi që punon në një kantier, si ai që punon në një qendër kulturore siç jam unë. Sot është dita shumë e rëndësishme për gjithë diasporën shqiptare për shumë arsye. Arsyeja numër 1 është sepse ne vim si Këshill Koordinues në Shqipëri për të mbështetur dhe për të shtyr akoma më shumë ligjin mbi të drejtën e votës, që shënon një moment shumë historik për diasporën tonë, dhe tjetër vim në Shqipëri sepse diaspora shqiptare ka nevojë për shtetin shqiptar, ashtu si shteti shqiptar ka nevojë për diasporën shqiptare nëpër botë. Ajo që veri unë në komunitetin tim është edhe pse ka jashtëzakonisht potencial të diasporës shqiptare, jemi dhe vazhdojmë të jemi një komunitet jo i lehtë për të mbledhur. Pra, diaspora duhet të jetë akoma më aktive
shqiptarëve gjysmës tanë që është jashtë kufive. Atyre të cilët ne në fakt duhet i kemi për ditë pranë vetes, jo fizikisht kuptohet, po